për të votuar, mos i votoni votat, sepse është e ndaluar. Në fakt e shkilni ligjin dhe pastaj ju dalin shumë probleme. Mos e votoni votën, në qoftë se... Fotografoni. Mos e votoni votën. Gjithë ditën tu i pyta e ke votu. Votën votoje. Mos e fotografoni votën, mos e votoni votën. Mos ja votoni dikujt. Jo, në qoftë se i keni premtuar dikujt, se do ta votoni, mjafton fjala juaj, prandaj nuk ka nevojë ta fotografoni dhe të shkilni ligjin. Në vërtet. Do të gjithmonë me mirëkuptimin e Xhuxhit dhe Besianës. Do të kalojmë tek një material tjetër që na sjell Anisa, ka realizuar një sfidë me disa talent të futbollit. Shumë e këndshme, shohim. Është një ditë e madhe në vendin tonë, është dita e zgjedhjeve dhe ata që kanë të drejtë të votojnë ja kanë mësuar qendrave të votimit, ndërsa ata që nuk e kanë këtë privilegj vazhdojnë ditën e tyre si të zakonshme. E ata që kanë shkuar në qendra të votimit vendosin fletën e votimit brenda në kuti, ndërsa me 3 futbollistë të çoni kam këtu, të shohim se sa të saktë janë të vendosin topin brenda në sport. Në krahun tim të djathtë kam Blarti Vishi, 15 vjeçor. Ndërsa në krahun tim të majtë kam Enes Mejta, 17 vjeçor. Dhe Aman Blokaj, 15 vjeçor. Atëherë, djem të e lujmë një lojë bashk, nga 10 metra distancë nga porta, të shohim se sa të saktë jeni të vendosni topin brenda shportës me 3 raste. Në rregull? Kush u vazhdoni pari?